Argena, duke se u përmbush edhe premtimi ose amaneti shkruar në testament të Anastasia Nulatos, që kishën ortodokse duhet të drejtojnë një shqiptar, apo jo dhe tashmë, në krye të kishës është një shqiptar. Çfarë mund të themi për këtë? Përshëndetje. Sot është një moment historik për kishën ortodokse autoqefale të Shqipërisë. Ajo ka kryepeshkopin e ri, ai është një shqiptar, siç pati thënë dhe kryepeshkopi Nulatos në intervistën e tij të fundit, por dhe siç ishte parashikuar në statutin e ndryshuar po prej tij në vitin 2006. Ai është hirësia e tij Joan Pelushi, mitropoliti i Korçës prej vitit 1998, kohë kur u kthye në Shqipëri pas studimeve teologjike në Boston dhe mori drejtimin e katedrales më të madhe të kohës, asaj të Korçës. Hirësia e tij u zgjodh nga Sinodi i Shenjtë me vota kanonike unanime dhe vendimi u njoftua më pas përmes këmbanave të kishës, jo vetëm në Tiranë, por në të gjithë Shqipërinë, ndërsa besimtarët e pritën me duar trokitje, duke thirrur se është i denjë. Ndërsa kryepeshkopi i ri, Joani tashmë, përmes një fjale të tij ju drejtua besimtarëve duke thënë se do të përmbush detyrën e tij, do të ruaj traditën dhe të drejtat e kishës. Fronizimi i kryepeshkopit të ri do të bëhet me datë 29 mars në një ceremoni madhështore. Dhe drejtimi i kishës ortodokse të Shqipërisë merret nga një shqiptar pas më shumë se 30 vitesh nga drejtimi i kryepeshkopit Anastas, i cili u nda nga jeta me 25 janar në një spital të Athinës. Duke u përmbushur kështu edhe dëshira e shumë shqiptarëve, por edhe amaneti i kryepeshkopit Anastas që drejtimi i kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë të ishte nga një shqiptar.